Ka filluar numërimi mbrapsht i orëve për mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare të 28 dhjetorit. Sipas listës votuese të certifikuar nga Komisioni Qendror Zgjedhor, në Republikën e Kosovës, të drejtë vote kanë 2.076.290 votues, ku prej tyre 1.999.205 votues janë regjistruar për të votuar brenda territorit të Kosovës, ndërsa 77.805 votues janë regjistruar për të ushtruar të drejtën e votës nga jashtë vendit. Zyrtari i lartë komunal për zgjedhje Armir Rexhaj, përmes një përgjigje me shkrim, ka njoftuar se materiali jo sensitiv është shpërndar sot, duke filluar nga ora 11 në palestrën e sporteve Shani Nushi, ndërkaq shpërndarja e materialit sensitiv do të bëhet nesër në ditën e zgjedhjeve nga ora 4 e mëngjesit në palestrën e sporteve Shani Nushi. Se i përket komunës së Gjakovës, të drejtë vote kanë 120.712 votues dhe 4.490 votues janë nga diaspora. 36 qendra të votimeve me 145 vendvotime do të jenë të hapura në ditën e zgjedhjeve në Gjakov, duke mos harruar edhe një qendër të votimit me kusht, me 2 vendvotime të hapura. Ndërkaq sa i përket mënyrës së votimit, zëdhënësi në Komisionin Qendror Zgjedhor Valmir Elezi ka njoftuar se vetëm një subjekt dhe deri në 10 kandidat për deputet të atij subjekti politik mund të votohen në këto zgjedhje parlamentare. Flet votimi shpallet i pavlefshëm atëherë kur votuesi voton më shumë se një subjekt politik dhe atëherë kur votuesi voton kandidatët për deputet e jo edhe subjektin politik. Ndërkaq nëse votuesi voton vetëm një subjekt politik dhe më shumë se 10 kandidat, vota i shkon vetëm subjektit, por jo edhe kandidatëve, ndërsa nëse votuesi voton vetëm një subjekt politik dhe më pak se 10 kandidat, vota i shkon subjektit politik dhe atyre kandidatëve që ka votuar. Ndryshimet të procesit nuk do të ketë në këto zgjedhje.